Rrethanat nuk e bëjnë njeriun, ato vetëm ja zbulojnë vetes kush është vërtet, ose një version më letrar, rrethanat nuk e formsojnë njeriun, por ja tregojnë atij fytyrën e tij të vërtetë. Në thelb, kjo thënie nënkupton se situatat e vështira nuk e krijojnë karakterin e një njeriu, ato vetëm e nxjerrin në pa atë që ai ka brenda. Nëse dëshiron, mund të shkruaj edhe një analizë të thelluar filozofike për këtë ide. Njeriu është një qenie komplekse. Brenda tij ka mendime të thella, ndjenja që ndryshojnë, frikëra të fshehura, dëshira të paplotësuara dhe ëndra që ende nuk kanë parë dritën e ditës. Por gjithçka që ai është, shpesh mbetet e fshehur derisa vjen momenti i vërtetë, sfida. Dhe pikërisht aty, në mes të stuhisë, fillon të zbulohet e vërteta. Shumë mendojnë se njeriu bëhet nga ajo që i ndodh, nga fati, nga pasuria, nga varfëria, nga vendimet e të tjerëve. Por realiteti është ndryshe. Njeriu nuk bëhet nga rrethanat vetëm e zhveshin atë nga iluzionet, i heqin maskat dhe ja tregojnë shpirtin lakuriq, ashtu siç është. Jo siç dëshiron të duket, por siç është në të vërtetë. Çfarë do të thotë në të vërtetë kjo thënie? Të themi se rrethanat nuk e bëjnë njeriun, ato vetëm e zbulojnë, do të thotë të besojmë thellësisht në fuqinë e karakterit dhe të vetdijes. Kur gjithçka shkon mirë, është e lehtë të tregosh qetësi, bujari, besim, durim. Por kur jeta të përplas fort, kur të humbasësh gjithçka, kur tradhtohesh, kur përçudnohesh, kur ke vetëm veten, atëherë tregohesh kush je me të vërtetë. Në ditët më të errëta nuk bëhesh tjetër, thjesht tregohesh kush je. Në errësirë nuk e ndryshon karakterin, e nxjerr në dritë, shembuj nga jeta. Kush je kur askush nuk të sheh? Le të mendojmë për një burr që ka pasuri, status dhe ndikim. Të gjithë e respektojnë, e nderojnë, i buzëqeshin. Por një ditë, ai humbet gjithçka. Paratë, pozicionin, miqtë e interesit. Atëherë fillon prova e karakterit. Si reagon kur të gjithë largohen? Si sillet kur nuk ka më pushtet? A qëndron i ndershëm? Apo dorëzohet në dëshpërim? A ruan dinjitetin, apo bëhet viktime e rrethanave? Nëse dikush ishte i drejtë edhe në errësirë, edhe kur s'kishte ç'të fitonte, atëherë ai njeri ishte i vërtetë. Sepse karakteri nuk provohet në ndriçim, por në errësirë. Rrethanat si pasqyrë e shpirtit, të përballesh me dhimbje, humbje, varfëri, padrejtësi, nuk të ndryshon domosdoshmërisht. Përkundrazi, këto situata e nxjerrin në pa atë që gjithmonë ka qenë brenda teje. Në një fshat të vogël, një nënë e re humbi burrin në një aksident. E vetme, me 3 fëmijë dhe pa mbështetje. Të gjithë mendonin se ajo do thyej, do largohej, do rrëzohej. Por ndodhi e kundërta, ajo u ngrit. Çdo mëngjes zgjoheshte në orën 5 për të shitur bukë në treg, për të ushqyer fëmijët. Bënte punë të lodhshme pa ankuar. Dhe jo vetëm që i rriti fëmijët me dinjitet, por i mësoi se forca nuk është në muskuj, por në shpirt. Kjo grua nuk u bë heroin nga rrethanat. Ajo gjithmonë ka qenë e fortë. Thjesht jeta ja tregoi këtë vetes dhe botës. Çfarë na tregon filozofia stoike? Filozofët stoik si Epikteti, Seneca apo Mark Aureli e kuptonin shumë mirë këtë realitet. Ata besonin se ne nuk kemi kontroll mbi rrethanat, por kemi kontroll mbi veten. Pra, nuk është e rëndësishme çfarë ndodh jashtë teje, por si e përballon ti atë që ndodh. Seneca shkruante, vështirësitë nuk janë pengesa për suksesin, ato janë pjesë e tij. Ndaj një njeri i fortë nuk ka frikë nga sprovat. Sepse ai e di se sprova është vendi ku ai matet me veten. Një shpirt i vogël i shmang sfidat. Një shpirt i madh i mirëpret ato, sepse e di që aty rritet, pastrohet, zbulohet. Kur maska bie, del e vërteta. Shpesh mbajmë maska për të kënaqur të tjerët, për të fshehur dobësitë tona, për të ruajtur një imazh që nuk është i yni. Por në momentin që goditemi nga një humbje e madhe, qoftë një njeri i dashur, një pozicion, një mundësi, maska bie dhe për herë të parë shohim veten pa filtra. Shohim sa durim kemi vërtet. Sa falim. Sa jemi të guximshëm. Sa shpresojmë. Sa qëndrojmë njerëzor në mes të stuhisë. Dhe kjo është dhurata më e madhe që na jep dhimbja, të shohim veten me sytë e së vërtetës.
Nuk jemi viktima të jetës, jemi përgjigje ndaj saj. Kur themi rrethanat nuk të bëjnë, nënkuptojmë që ti nuk je rezultati i fatit, por je zgjedhje. Mund të jesh rritur në varfëri, mund të jesh braktisur, keq trajtuar, por ti përsëri ke zgjedhjen si të reagosh. Të urresh apo të falësh. Të hakmeresh apo të shërohesh. Të rish në vuajtje apo të ecësh përpara. Ka njerëz që kanë dalë nga kampet e përqendrimit nazist dhe kanë ndërtuar jetë plot dashuri. Dhe ka të tjerë që kanë pasur gjithçka, por janë bërë të hidhur, të egër, të zbrazët. Sepse s'është çfarë të ndodh. Është si reagove ndaj asaj që të ndodhi. Historia e vërtet nuk është ajo që të ndodhi, por ajo që bëre me të. Imagjino një burr që humbi gjithçka në një ditë, gruan, shtëpinë, punën. Ai mund të kishte zgjedhur të dorëzohej, të pihej, të mallkonte jetën. Por në vend të kësaj, ai u ngrit çdo mëngjes për të pastruar rrugët e qytetit, derisa mblodhi pak para dhe hapi një dyqan librash. Sot është një nga burrat më të respektuar në qytetin e tij. Njerëzit e pyesin, si e përballet gjithë atë dhimbje. Ai buzëqesh dhe thot, nuk kisha zgjidhje tjetër veç se të zbuloja kush isha. Kjo është forca e brendshme që nuk blihet dhe nuk mësohet në libra, ajo që del kur çdo gjë tjetër ikën. Sprova është pasqyrë, në jetë, rrethanat janë si pasqyra që të tregojnë çfarë ke brenda. Kur dikush të ofendon dhe ti nuk përgjigjesh me të njëjtën monedhë, atëherë zbulon që je më shumë se sa reagim, je zgjedhje. Kur ke mundësi të hakmeresh, por zgjedh të falësh, je i lirë. Vetëm në sprova njeriu zbulon virtytet. Durimin, përulësinë, drejtësinë, mirësinë. Dhe nëse nuk ka sfidë, virtyti nuk provohet. Fjalët zbulojnë qëllimin, veprimet zbulojnë karakterin. Kur je mirë, mund të thuash që je i sjellshëm, i drejtë, bujar. Por kur je i lodhur, i raskapitur, i mërzitur, a je akoma ashtu? Ndoshta jo. Sepse vetëm kur je në limit, tregohet nëse e ke me zemër apo e bëje për sy e faqe. Fjalët janë të lehta. Veprimet janë prova. Dhe rrethanat janë laboratori ku provohen këto veprime. Ndryshimi i vërtet fillon brenda. Nëse do të bëhesh më i fortë, mos kërko që jeta të bëhet më e lehtë. Kërko që zemra jote të bëhet më e qëndrueshme. Mos i lutu Zotit që të heqë sprovat, lutu që të jap forcë për t'i përballuar ato, sepse në fund s'është jeta që na formson, është vendimi ynë përballë saj. Dhe rrethanat nuk e formojnë njeriun, ato i japin mundësinë që të formojë veten. Përfundim, rrethanat janë sfida. Janë stuhi. Janë sprovë. Por ato janë edhe dritë. Sepse përmes tyre zbulojmë kush jemi. Zbulojmë fuqinë tonë. Zbulojmë plagët që duhen shëruar. Zbulojmë dritën që nuk e shihnim në vete, mos e shih më sfidën si mallkim. Shikoje si zbulesë. Mos pyet pse po të ndodh. Pyet veten, çfarë po më tregon kjo situatë për mua? Sepse s'ka ndodhi që të krijon, vetëm ti e krijon veten. Por ndonjëherë duhet një tërmet që të tregojë themelin e shtëpisë tënde. Dhe kështu e kupton që ndoshta s'ke qenë kurrë aq i dobët sa ke menduar. Por të duhej një stu që ta provoje.